Një shtetas 36 vjeçar është shpallur në kërkim nga policia e Shkodrës. Sipas komunikatës zyrtare, ai jo vetëm nuk I është bindur punonjësit të policisë bashkiake për largimin e automjetit, por edhe ka ushtruar dhunë fizike ndaj tij. Ndërsa në aksin rrugor Shkodër-Hani Hotit janë përplasur 2 makina. Si pasojë e aksidentit, janë dëmtuar lehtë të dyja drejtueset e automjeteve, të cilat ndodhen në Spitalin Rajonal Shkodër, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit, po ashtu ka nisur procedimi penal ndaj 3 shtetasve, përkatësisht 21, 54 dhe 69 vjeçar, nga Oblika, Boksi dhe Jubani, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Procedim penal ka nisur edhe ndaj një 31 vjeçari banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë I gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa një 31 vjeçare nga fshati Shtoj I Ri ka kallëzuar në polici pasi kanë hapur një llogari në rrjetin social Facebook, duke marrë të dhënat e generaliteteve dhe fotografit nga llogaria e saj në Instagram, të cilat më pas I kanë përdorur për të krijuar llogarinë e rreme.